Ajatollahu i Tiranës ka dalë edhe po kërcënon ambasadorët. E pat ose po e shifni kushdo që po e ka ndjek Edi Ramën, ka dalë sot një konferencë për shtyp, pasi dje i dolën në blok gjitha ambasadat perëndimore kundër, përveç ambasadës franceze, e cila i ka majt dorën kur ka shkrujt letrën me Vučićin, atë letrën për Europën që i thot nuk duam Europë pa Vučićin, nuk hynë në Europë pa Vučićin. Të gjitha të tjerat i kanë dalë kundër, madje edhe Suedia, një shtet që s'ose qa kokën shumë se qa ndodh nëpër botë. Dhe sigurisht nuk ka fol edhe SBA-ja nuk ka fol shumë. Për ta kuptu, ky pavarësisht se bën si i fort, nuk ka njeri në botë që nuk e di, po edhe në Shqipëri, që ky nuk është i pavarur. Kur e ka marrë peng këtë, e përdor si koqe Belinda Balluku, imagjinojeni ç'a i bëjnë europianët këtij edhe amerikanët që e kanë në dorë, e kanë të regjistruar me mafiozliqet që ka bë, me vjedhjet, me korrupsionin, me gjitha. Por siç e kemi thënë edhe herë tjera, këto autokratët fundin e kanë pothuajse të njëjtë, po edhe ca reagime gjatë jetës i kanë të njëjta. Ky duket tani për shembull, duk sot kur fliste aty, sot që fliste kundër këtyre që thoshte unë s'lejoj njëri të më shoh nga lart poshtë kujtun, cubi madh ky, se drejton Anglinë ky, edhe do bën si i fort. Mu duk identik si Mugabe. E keni parasysh Mugabe në atë të çmendurin e Afrikës? Ose ndash si Ajatollahu, ose dhe ai i shkreti kështu bote, izolohej atje në thoshte unë do i bëj zbor Amerikës, do i bëj zbor Izraelit, ata çup shkojnë në frisin atje në shtëpi të flet gjumë. Nuk është trim Edi Rama, thjesht e vetmja gjë që do desha ta them këtë, se do fillojmë ta elaborojmë ditët në vijim, me shumë mundësi ky ka gjetë çelsin e duhur për të çu parat ka administrata Trump, nuk e di se ku atje, dhe ka gjasa që mund t'jetë duke ble kohë. Jo amnisti, nuk po them falje, nuk po them amnisti. E ka anullu portin e Durrësit, ky që bënte si cup, që thoshte "Ua di me emrat na juve", i thosh atij shefit dhomës tregtisë amerikane. E anulloi. Pse e anulloi? E anulloi se ja pati dhënë rusëve, nuk pyet fare, pra që ta kuptoni, nuk pyet ky për pronën e shqiptarëve. Ua mori portin, ja dha labarit, këtej më thon s'ka port tjetër. Ja pa dhënë për biznes me ortakëri vetë rusëve, çat dreqi me të birin, çka pati gjet atje. Ja i kërcënuan amerikanët. E anulloi tenderin edhe tani është duke prit kush do dalë, domethënë kush do e kërkojnë nga amerikanët, se gjithmonë ky mendon që do e kërkojnë një person që është i lidhur me Trumpin, edhe ky do e jap, edhe do i thotë më fal mua këtë, më fal mua atë. Që kanë bërë. Megjithatë nuk thash edhe një herë, unë nuk kam prit ndonjëherë kurrë që të bëjnë një mrekulli Trumpi, se Trumpi është biznesmen, është politikan jo konvencional, pa absolutisht ka bërë gabime të jashtëzakonshme si president. Unë nuk e pëlqej Amerikën ashtu si rrugaç, që sillet Amerika si rrugaç, se jam i fortë unë. Ma mirë kisha preferu një administrat që flej gjumë më shumë, se sa një administrat që opsionin e parë ka shtypin e butonit të armëve. Megjithatë nuk ka rëndësi, domethënë nuk është se kanë për ta fal këtë, harrojeni se kanë për ta përdor, se tani ja din gjithë këti që mund ta përdorësh si lodër, si kukull, edhe pastaj e shtryth e hedh si limon, siç ka vepruar ky me ortakët e vet, me bashkëpunëtorët e vet, që i ka shfrytzuar dhe i ka hedhur në rrugë, ashtu punojnë edhe të tjerët me këtë, ashtu e përdorin dhe të tjerët. Po mos harroni, shihni këtë sot, kjo është prelud i rënjes të gjithë këta lloj diktatorësh, mashtrues, mafioz, të pa karakter si Edi Rama, para se të binë bëjnë kështu, fillojnë nxjerrin dhëmbët ndërkombëtarëve dhe fillojnë t'i krijojnë idenë popullit që janë sovran. Nuk është sovran ky. Pra Edi Rama nuk mund të jetë sovran derisa atij po i bën zbor Belinda Balluku.
Lerini më, tjerat e tjerat. Do thonë, ai kujto se është me Erion Braçën kur flet për ambasadorët, po nuk është Erion Braçë ambasadori gjerman, ambasadori anglez, kujti unë, suedezi, holandezi, dreqi me të birin gjithë që janë komplet, nuk janë Erion Braçë ata që ky i përdor si kështu si valvull shfryrje, edhe pastaj bë çfarë do vet. I merr votën. Nuk ja merr dot votën ambasadorit gjerman, siç ja merr Erion Braçës për të mbrojtë korrupsionin e Belinda Ballukut. Hajde do ta shohim. Mugabja. Sot Edi Rama ishte si Mugabe, identik si Mugabe. Kërkoni në Google se e gjini se kush është Mugabe.